Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje, shikues të radio televizionit Misteni. Mirë se erdhët në emisionin që ka me hongër. Për sot kam vendos me përgatit një recet me misht pulës të bardhë me susam, me patate, e të shohim vazhdim deri në përfundim si do të shkon. Përbërësit kryesor do t'jenë mishi i bardhë, patatet, susami edhe perimet ndërkohë do t'i përgoj. Po filloj me mishin e bardhë. Mishin e bardhë e soptojmë në copat vogla, spari me vaj ulliri, 1% ndvajt, një shumë. Por jo në temperatur të madhe, arsyeja është se mundet me u djeg susami edhe mundet me u bo me shijet hidht. Duhet në temperatur sa ma të vogël për me qenë receta ma e shishme. Pikësisht susami është një prej përbërzve ma të shëndetshëm. Mishin e bardhë e prim në kocka të vogla që me mujtë janë frëgu sa ma mirë. Është një recetë e shëndetshme edhe e shpejt për ato nana që punojnë, nuk kanë kohë shumë me mbejt në kuzhinë, edhe e shëndetshme dhe shishme. Këtë recetë e kam mësu prej nanës time, se dhe ajo me punë, edhe zakonisht kur s'ka pas kohë me bo ndonjë gjellë ose diçka, ditëve të punës kemi hangër misht bardhë. Këtë recetë, përndej. Ndryshe jam adhuruse e kuzhinës, edhe përcjeli shumë recetat ndryshme, jo vetëm tonat, por edhe të vendeve të ndryshme, specialitetet të vendeve të ndryshme, por unë sot kam vendos me i bo këto që a i përdori ma shumë kuzhinën time. Tash në temperaturë shumë të vogël, fillojmë me bo fërgimin e mishit bardhë, ndërkohë deri sa të fërgohet mishi, unë do ta marrë një tigan edhe me fërgu perimet, edhe patatet i kam të gatshme, edhe patatet me pak vaj ulliri, shkon në këtë set të mishit bardhë, qes pak melmesa, jo shumë, sepse nuk i nevojitet, ka që një tonë. Ndërkohë edhe pak biberësi, varsisht kush e ka dëshirë. Biberizi jep një shije të mirë patatës. Mishi i bardhë nuk ka nevojë edhe shumë me u fërgu, sa ta nërat në ngjyrën e bardhë për mos me hub kvalitetin. Edhe susami jep shijet mirë, qes pak melmesa dhe këto. Patatet veç kanë përfundu, nuk ka nevojë diçka tjetër ma tepër. Komunal me lënë gashme. Dhe një që të duhet veç edhe pak kohë.
fillu veç me marrë ngjyrën që duhet me qenë mishi i gatshëm. Kjo është një pjatë e shpejtë dhe e shishme. Zakonisht e shiqoj në këtë mënyrë është gati. Nëse veç është gati munde me servu. Po. Një minut fokën edhe. Për fund, qes pak vaj krem. Një koshon, shkurt, sa të ngrohet. Lan pak, dhe recita. Lejtë më ramosi. Edhe kjo është receta. Kushdo që e provon,